është një skem e cila e kemi parafruar me Bashkimin Evropian. Është një skem e cila është nga buxheti i shtetit 52 milion euro në rritje nga viti i kaluar dhe përveç kësaj kemi një minimum 15 milion euro të vendosur për 10% e kompensimit të çdo fature të cilën ai që punon tokën do të marri kompensimin në çdo produkt bujqësor. Dhe kjo shkon midis 45 deri në 50 milion euro sipas llogarive tona. Prandaj qeveria shqiptare ka akorduar mbi 100 milion euro për fermerët shqiptarë të cilët do të jenë këtë vit vetëm për subvencionet dhe të pagesat direkte për të ndihmuar fermerët dhe për ta çuar sektorin në një hap tjetër. Vetëm me skemën e re që kemi parafruar, nga 1 metër tokë deri në 300 e 400 hektarë që ne kemi shifrë më të madhe të çdo fermeri në Shqipëri, merr subvencion nga qeveria shqiptare. Prandaj ne duhet që me sektorin bujqësor të jemi paralel dhe po ecim me një shifër shumë të mirë midis fermerëve, përpunuesve dhe agropërpunuesve, të cilët e kemi në funksion të plot dhe po ndërtojmë bashkë me bashkitë SHPB të përbashkëta në mënyrë që sektori i bujqësisë të ecin me një ritëm tjetër dhe duaj që nga këtu sot ne të flasim për skemën kombëtare, ne do ta bëjmë publike për pak ditë do të jemi në gjithë qarqet e Shqipërisë për të sqaruar fermerët dhe për t'i orientuar ata që të bëhen pjesë e paketës tonë kombëtare. Faleminderit.